ai nga dheu, e pastaj ati i tha, bëhu, ai u bë. E vërtet është kjo nga Zoti yt, e ti kursesi mos u bën nga ata që dyshojnë. E kush të kundërshton ty në çështjen e tij, Isait, pasi të është të bërë e ditur e vërteta, ti thuaj, e jani i therasin bitë e tanë dhe bitë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, vetë ne dhe vetë ju, mandej, sinqerisht, të lutemi për mallkim, dhe mallkimi nga ana e Allahut ta hedhim kundër gënjeshtarëve. S'ka dyshim, ky është lajm i vërtet. Nuk ka asnjë të adhuruar tjetër posa Allahut. Allahu është ai i plot fuqishmi, i vetëdijshmi. E nëse ata refuzojnë besimin e drejtë, ata janë nga të rrestar për të cilët Allahu e di shumë mirë. Thuaju, o i dërguar, o i thtar të librit, Tevrat e Injil, e jani, të bashkohemi, te një fjalë që është e njëjtë, e drejtë, mes nesh dhe mes jush, të mos adhurojmë posa Allahut, të mos ja bëjmë atij asnjë send shok, të mos konsiderojmë njëri tjetrin zotër posa Allahut, e në qoftë se ata refuzojnë, ju thoni, dëshmoni pra se ne jemi musliman, besuam një Zot. Madje thuaju, o i thtar të librit, pse po polemizoni me ne rreth Ibrahimit? E nuk janë shpallur as Tevrati as Injili, vetëm se pas tij, a nuk e kuptoni gënjeshtrën tuaj? Ja, ju jeni ata që polemizuat edhe për atë që e dinit, për Isain, e përse polemizoni për atë që s'keni kurfar dije për Ibrahimin? Allahu e din të vërtetën e ju nuk e dini. Ibrahimi nuk ka qenë as jehudi as i krishter, por ai ishte larg besimeve të kota, ishte musliman dhe nuk ishte prej idhujtarve. Njerëzit më me merit për të thirrur në Ibrahimin ishin ata që e ndoqën atë besimin e tij dhe ky pejgamber me ata që besuan ummeti i tij. Allahu është mbrojtës i besimtarve. Një grup nga idhtarët e librit kishin dëshirë të shpihin në rrugë të gabuar, por ata nuk mashtrojnë tjetër pos vetes së tyre dhe nuk e vërejnë. O idhtar të librit, përse nuk i besoni ajetet, Kuranin e Allahut, e duke ditur të vërtetën? O idhtarët e librit, përse, duke qenë se ju e dini të vërtetën e gatëroni me gënjeshtrën dhe fshihni realitetin? Një grup nga idhtarët e librit thanë, të vetëve, besoni para dite në atë që u është shpallur atyre që besuan, muslimanëve, e pas dite mos e besoni, ndoshta edhe ata, muslimanët, do të zbrapsen nga besimi i tyre. Dhe, u thonin, mos i besoni askujt përveç atij që është në fen tuaj. Thuaj, o i dërguar, i vetmi udhëzim është udhëzimi nga Allahu. U thoni të vetëve mos besoni nga droja, se po i jepet ndokujt pejgamberllëku, sikurse u është dhënë juve, dhe nga droja se t'ju paraqesin fakte muslimanët para Zotit tuaj ditën e gjykimit. Thuaju, e tër e mira është në duar të Allahut. Ai ja jep atë kujt të doj. Allahu është dhurues i gjerë, i gjithdijshëm. Ai veçon me mëshirën e vet, me pejgamberllëk, këtë doj. Allahu është Zot i mirësisë së madhe. 75. Ndër idhtar të librit ka, që po i ja besove një sasi të madhe, ari, ai ta kthen ty atë, por ka të atidh që po i ja besove 1 dinar, ai nuk ta kthen ty atë, përveç nëse gjithnjë i ri gati ja kërkon pajada. Këtë e bëjnë për arsye se ata thonin, ne nuk kemi kurfar përgjegjësie ndaj pasurisë që u marrim të paditurve arabëve analfabet. Pra, duke e ditur të vërtetën, ata bëjnë gënjeshtër ndaj Allahut. Jo, nuk është ashtu si thon ata, po kush e përmbush emanetin e vet, është besnik dhe ruhet nga mëkatet. S'ka dyshim, Allahu i do ata që ruhen. Ata që për një vlerë të paktë e shesin besën e dhënë Allahut,
ndryshojnë edhe zotimet e tyre, të tillët nuk kanë pjesë, mëshirë në botën tjetër. Dhe në ditën e Kiametit, Allahu nuk u flet atyre, nuk i shikon ata dhe i pastron prej barës së gabimeve. Ata kanë një dënim të dëmshëm. Në të vërtetë, një grup prej tyre janë ata që pështjedhojnë gjuhët e tyre kur lexojnë librin për të deformuar kuptimin, ashtu që ju të mendoni se ajo shprehje është nga libri, po ajo nuk është nga i vërtet. Madje thonë, kjo është nga Allahu, po ajo nuk është nga Allahu. Ata duke ditur thonë gënjeshtra për Allahun. S'është e drejt as nuk i takoj asnjë njeriu që t'i ketë dhënë Allahu librin, urtësinë dhe pejgamberllëkun, e pastaj ai t'u thot njerëzve: "Bëhuni rob të mi, adhuromeni mua e jo të Allahut." Por ju thot: "Bëhuni dietar të mësimeve të Zotit, nga se i keni mësuar njerëzve librin dhe i keni studiuar atë." Dhe as që ju udhëron ai pejgamberi që të adhuroni engjëjt, as pejgamberet për Zota. Vallë, a ju urdhëroi ai juve mosbesimin pasi që ju jeni musliman? Përkujtoni, o idhtar të librit, kur Allahu mori zotimin e pejgamberëve, nga ajo se juve ju dhash libër e urtësi, e që vërteton atë që ju keni pranë veti. Tha Allahu: "A pranuat, a e morët si për obligimin tim?" Ata thanë: "Ne e pranuam." Tha Allahu: "Dëshmoni pra, dhe unë dëshmoj bashkë me ju." E kush shkel këtë zotim pas kësaj, ata janë jashtë respektit ndaj Allahut. A mos kërkojnë ata idhtarët e librit fe, po sfe së shpallur nga Allahu? Atij i është dorëzuar gjithçka në qiell e në tokë, me dashje dhe te ai kthehen. Thuaj, ne i kemi besuar Allahut, edhe asaj që na u zbrit neve, dhe asaj që është zbritur Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit dhe pasardhësve, edhe asaj që i është dhënë Musait dhe Isait, edhe asaj që i është zbritur të gjithë pejgamberëve nga Zoti i tyre. Ne nuk bëjmë kurfar dallimi në mes tyre dhe në vetëm atij jemi dorëzuar. Kush kërkon fe tjetër përveç fesë islame, atij kurse si nuk do t'i pranohet dhe ai në botën tjetër është nga të dëshpëruarit. Si ta udhëzoi Allahu një popull që pas besimit të tyre u bënë pa besimtar, dhe pasi dëshmoi se i dërguari është i vërtet, dhe pasi t'u kenë ardhur atyre argumente të qarta, Allahu nuk i mundson udhëzimin e vet popullit zullumqar. Dëshkimi i të tillëve është mallkimi nga Allahu, nga engjëjt dhe nga gjithë njerëzimi i tokë. Ata përgjithmonë janë në te, në zjarr. Atyre as nuk u lehtësohet dënimi dhe as nuk u jepet afat. Përveç atyre që pas asaj u penduan dhe u përmirësuan. Vërtet, Allahu fal shumë dhe mëshiron. Ata të cilët pas besimit të tyre u bënë pa besimtar, e pastaj e shtuan mosbesimin, atyre kurse si nuk do t'u pranohet pendimi, të tillët janë muata të humburit. Ata që nuk besuan dhe diqen si mosbesimtar, asnjërit prej tyre nuk do t'u pranohet për kompensim, qoftë edhe plot faqen e dheut ari. Ata i pret dënim dhëmshëm dhe për ta nuk ka ndihmëtar.